Është raportuar në media ditët e fundit se ka pasur një krisje mes Elionës dhe Klodit. Për të folur mbi këtë informacion dhe sa të vërteta qëndrojnë raportimet e mediave, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Elton Tosaj. Elton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për ftesën. Po e nisim me njëherë me këtë që sapo theti Guri. Më vjen shumë keq që në Shqipëri të marrësh kohë për veten sot quhet ndarje. Më vjen shumë keq që mediat raportojnë lajme të pavërteta, minimalisht pa tentuar të kontaktojnë vetë personazhet për të pyetur. Më vjen shumë keq që realisht e shoh nganjëherë një punë jo profesionale nga gazetarët e showbizit që më tepër merren me thashëthemi se sa merren me lajm. Të kesh mundësinë të kontaktosh vetë personazhin, ashtu siç unë e kam bërë, si me Elionën edhe me Klodin, për të marrë një përgjigje dhe mos ta bësh, kam përshtypjen jo profesionalizëm. Unë patjetër që i kam kontaktuar, nuk mund të publikoja, madje nëse ju e keni parë, kam publikuar dhe një mesazh që kanë reaguar që të dy personazhet, një Eliona që më falenderon për lajmin e vërtet që jap për shkakun e lidhjes apo jo të tyre vazhdon apo jo, e cila konfirmohet, e kam konfirmuar, nuk e di pse është bërë kaq e madhe. Kjo gjë e kam konfirmuar që vazhdon lidhja e tyre, kanë thjesht një periudhë ku gjithsekush është pranë familjeve të tyre dhe janë duke i dedikuar kohë dhe familjes pas 5 muajsh për ditë nga mëngjesi deri në darkë bashkë. Kështu që më vjen keq që është bërë e tëra kjo gjullurdi. Duhet kemi parasysh edhe sa e rëndësishme është familja për Elionën pas gjithë humbjeve të mëdha që ajo ka pasur. Jo më larg se përpara një muaji gjysmë ka humbur prapë përsëri një të afërm të saj. Kështu që të shpenzosh kohë me familjen, të qëndrosh larg rrjeteve sociale, të bësh një detoks vetes. Atë që neve të gjithë faktikisht e kemi nevojë që të bëjmë një detoks vetes. Të quhet ndarje dhe të rëndohet psikologjikisht një vajzë 19 vjeçare. Realisht se është gjithë ky presion që ushtrohet, ne mbase na duket një gjë absurde, po realisht gjithë ky presion që ushtrohet, ku jeni, pse s'jeni, si jeni, çfarë ndodhi, pse ndodhi, me pas, domethënë deri tek të kesh frikë të postosh apo jo diçka, është kthyer në të tepërt. Domethënë janë se gjëra, okay, unë i kuptoj dashamirësit, duan të kenë sa më shumë informacion, po vjen një pikë që gjithsekush duhet t'i thot stop pak a shumë kësaj gjë, sepse këto personazhe, me të vërtetë që janë personazhe publik, janë shumë të dashur për ju, por duhet të kujtoni her pas here që këta personazhe janë dhe njerëz, kanë edhe jetën e tyre private. Kështu që rikonfirmoj edhe një herë këtë që po ju thoja pak më parë, jo vetëm që nuk kanë ndarje, janë shumë mirë bashkë, janë shumë gjithsekush është pra familjes vet, janë duke shpenzuar kohë me familjet e tyre, kaq. Ndërkohë duket se sezoni i ri televiziv në Shqipëri do ketë ndryshime mjaft të mëdha, sidomos në televizionin Top Channel. Së fundmi është konfirmuar se drejtimin e Portokallis do ta marrë për herë të dytë Agron Llakaj, ndërkohë kemi largimin e Salsano Rapi. Si e shikoni këtë lëvizje? Dëgjoj, rikthimi në identitet për mua është një nga gjërat më të bukura që Top Channel është duke bërë. Më kujtohet çdo gjë që është rikthyer në identitet ka pasur suksesin e merituar dhe është rikthyer edhe një herë tek suksesi. Ka qenë mua do të më pëlqente që të riktheheshin në Top Channel Ermal Mamaçi gjithashtu. Genzeneli gjithashtu tek dhe Zhbëlça. Domethënë mua do të më pëlqente Top Channel i dikurshëm, ai që ka qenë dikur. Më pëlqen që po ndryshon filozofia, më pëlqen që po ndryshon, me sa di unë tashmë drejtimin 100% e ka marrë në dorë Lori Hoxha, edhe po më pëlqen kjo fryma e re që po futet, më pëlqen shumë që po ndryshon e tërë kasta e vjetër, sepse kam përshtypjen se si puna e saj të pushtetit që po nuk pati një rotacion, gjërat fillojnë edhe kalben. Kështu që po më pëlqen që çdo gjë po rikthehet atje ku ka qenë edhe aty ku duhet të jetë. Top Channel është një televizion që i ka rritur të gjithë, edhe na ka ofruar momente fantastike, na ka ofruar lajmin e parë gjithmonë. Kështu që shqyr më në fund këto gjëra po rikthehen në shtëpinë e tyre që është Top Channel.
pavarësisht çdo lloji gjëje time me ta, nuk ka lidhje, unë thjesht jam shumë i lumtur që tashmë gjërat po ndryshojnë për mirë, gjërat po kthehen në shtëpinë e tyre, po më pëlqen shumë që agroni, po nuk është vetëm agron vllaka, jo, ka shumë ndryshime. Realisht Top Channel kam përshtypjen po bën një katarsis total të institucionit edhe të televizionit, kështu që po më pëlqen edhe e vlerësoj shumë, do rritet Beskallaku duhet të rikthehet, Olsi Bylyku duhet të rikthehet, duhet të rihapet dera për të gjithë të larguarit. Flor Gjini duhet të rikthyer, Florian Binaj duhet të rikthyer, Isli Islami duhet të rikthyer. Të gjithë. Kam përshtypjen ajo është një shtëpi e madhe mediatike ku pavarësisht çdo gjëje të gjithë kanë pak kontribut aty dhe të gjithë kanë pak vend aty. Kështu që më pëlqen kjo gjë që po bëhet edhe shpresoj të ketë një rikthim të bujshëm të Portokallis si një herë një kohë. Ndërkohë, çfarë informacioni kemi lidhur me Heidi Bacin, pra do qëndroj te emisioni mëngjesit, do ketë ndryshime? Heidi Baci ka marrë drejtimin e përputhen, siç e kemi thënë edhe këtu përpara disa ditësh, kështu që nuk e di mbase do të jetë detyruar sepse përputhen ka një angazhim goxha të madh, duhet të jesh puntatat e regjistrohen brenda 2 ditësh edhe fillojnë në mëngjes e mbarojnë nga darka, se nuk është drejt për drejt. Është një informacion që ja vlen për të thënë, regjistrohet të hënë dhe të martë ose të enjte dhe të premte, varet se kur e kanë ata mundësinë, dhe nuk e di nëse do ta ketë mundësinë për ta ndjekur. Nuk e di nëse do të jetë nuk e di nëse do të jetë pjesë e Wake Up-it apo jo. Nuk më ka pëlqyer aq shumë sa shumë ka pëlqyer Angel dhe Neada. Po, me thënë të drejtën, okay, ishte një figurë që i shkon ekranit, Heidi është bukuroshe, është e zgjuar, është i ka të tëra dhe kam përshtypjen që në përputhen ka për të shkëlqyer, ka për të dhënë një tjetër seriozitet programit. Ka të bëjë shumë autorësia që ka ndryshuar, okay, shpresoj shumë të hiqet dorë nga kjo përputhje që kemi parë deri tash, që për mua më tepër ka qenë shpërputhen se sa ka qenë përputhen, edhe me shpresoj shumë që programi të rikthehet edhe përputhen tek ai përputhje që ka pas qenë dikur, 1-2 që kanë qenë, kanë përshtypjen edicionet më të suksesshme të përputhen, atëherë kur njerëzit u dashuruan, atëherë kur njerëzit lanë pothuajse dinin pothuajse çdo gjë në orën 6:15 dhe ishin të gjithë në shtëpi duke parë përputhen. U kthyen personazhet më të dashur të momentit. Ishin tani po ta shikosh nuk ka më as prurje, as në Instagram, këto personazhe që kanë marrë pjesë nuk kanë as ata, por sepse ka humbur gjithë interesi i këtij spektakli. Kam përshtypjen që me ardhjen e Heidi Bacit, Arjan Konomit, rikthimin e tij si opinionist, nuk e di kush do të jetë në krah atij, por shpresoj të jetë edhe vetë Arjani do të ishte mjaftueshëm xhanëm, se nuk ka pse të jenë dy. Kështu që po pretendoj që përputhen të rikthehet në nivelin ku ka qenë. Domethënë një emision, një spektakël dashurie realisht ashtu siç e meritonte që të ishte, sepse realisht ishte kthyer në një më vjen keq, po në një fole të shëmtuar, personazhe që hynin ditën pa identitet, thjesht për të rritur çmimin e tyre në tregun e zi të punës së prostitucionit. Ndërkohë, së shpejti pritet filloj edhe Luiz Elli me emisionin e vet. Po, do të jetë një emision që do të jetë të premteve në prime time, materiale ekskluzive, të ftuar ekskluziv, një tip i late night show po në prime time, sy e vesh, patjetër, sy e vesh, unë e di që do të jetë spektakolar, e di që do ketë një audiencë fantastike, e di që do ketë njerëzit do qeshin, do kuriozohen, do marrin informacione të nevojshme, po ndërkohë do marrin dhe dozën e duhur të humorit dhe ja, mezi pres realisht. E premtja ka për të qenë, dëgjoj, unë kam përshtypjen këtë vit e premte do të jetë një betejë titanësh, se në një anë kemi Luizin, në një anë do kemi Big Brother VIP Kosovën, do kemi Fermon VIP, kështu që ose Dancing with the Stars nga ana tjetër. Kështu që kam përshtypjen po do të jetë një përplasje titanësh. Kurioz jam. Elton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.